I pyetur nëse beson se LSDM dhe Filipçe janë konstruktiv në raport me procesin e integrimeve evropiane, kryeministri i vendit Hristian Mickoski deklaroi se nuk sheh konstruktivitet nga ana e LSDM-s opozitare dhe theksoi se për shkak të rejtingut njëshifror të cilin tani e ka partia, ekziston rrezik serioz nëse do të vazhdojë të ekzistojë pas zgjedhjeve lokale. E shihni që po ndërtojmë, po luftojmë në të gjithë botën dhe ai, Venko Filipçe, me një deklarat thot, pranoj çfarëdo që të vendosni në tavolinë, më lejoni të nënshkruaj, vetëm më ktheni në pushtet të jem kryeministër. Ky nuk është konstruktivitet, por shkatërim dhe prandaj ata kanë një vlerësim njëshifror dhe mendoj se pas zgjedhjeve lokale do të vazhdoj rreziku serioz për të vazhduar me hapjen e asaj partie. Në lidhje me deklaratat e kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe, i cili nga Athina e akuzoi atë si autokrat që nuk dëshiron ta çojë vendin drejt Bashkimit Evropian, kryeministri nuk i pranon akuzat se është një udhëheqës autokrat. Искам дека јавноста тоа го гледа јасно. Не би одел чекор повеќе. Mendoj se publiku e sheh qartë, nuk do të shkoja një hap më tej. Është një strategji e njohur e LSDM-s. Ata mendojnë se në këtë mënyrë do të kenë mundësi të udhëheqin sërish qeverinë, por mendoj se po bëjnë keq komunikim strategjik, por kjo është punë e tyre. Nuk do të hyjnë në të gjitha këto. Dhe sa i përket deklaratave të tij për autokracinë në politik, kur ju dërgoni mesazh, nëse në atë mesazh nuk e ndjejnë shumica e qytetarëve, atëherë atë mesazh e dërgoni kot. Unë asnjëherë nuk kam dëgjuar apo ndjer diçka të tillë, e as nuk kam ndërmend të sillem ashtu. LSDM më pare akuzoi Mickoskin se po përpiqet të vendosë një diktaturë autoritare në Maqedoni dhe fakti që qëllimi i tij u zbulua në skenën ndërkombëtare nga Filipçe nuk është spionazh, por patriotizëm.